Teatri Anonza Koçajupi në Korçë ka nisur përgatitjet për shfaqjen më të re, komedinë Demos të Aristofanit, e cila do të vihet në skenë në regjinë e Altimbashës. Provat ka nisur prej pak ditësh dhe trupa artistike ndodhet në fazat e para të punës për ndërtimin e shfaqjes. Regjisori Altimbasha sjell një tjetër vepër të autorit të njohur të komedisë antike greke, duke synuar ta përshtatet për publikun e sotëm përmes një qasjeje bashkohore që ruan frymën satirike dhe ironinë karakteristike të Aristofanit. Nga biseda që kemi pasur me drejtoreqen e teatrit të Korçës, kam marrë vesh që Aristofani është një autor i munguar në repertorin e teatrit. Ne u përqendruam tek 3 komeditë Aristofanit, që janë Grerakët, Kalorësit edhe Lisistrada. Kam realizuar një kolazh mes tyre. Kemi arritur në një projekt cilin e kemi titulluar Demos, që në shqip do të thotë populli. Është një projekt teatror i cili i ka mesazhet forta në lidhje me politikën, në mënyrën se si ndërtohet personaliteti politik, se si ai arrin ta marrë pushtetin dhe pastaj se si e menaxhon atë, se si e përdor atë. Vepra ka element të pacifizmit, sepse lidhet me luftën që në atë kohë ka qenë në Spartës edhe Athinës, por edhe me gjendjen e, rezonon edhe me të sotmen, me gjendjen e një tensioni të madh global, i cili njerëzimin e ka kapur pa përgatitur dhe sigurisht ka krijuar të kurrje në shoqëritë perëndimore, po jo vetëm në shoqëritë perëndimore, po në krejt botën. Në kastin e shfaqjes do të interpretojnë aktorë të teatrit të Korçës, të cilëve u bashkohen edhe artistë të njohur nga qytetet e tjera të vendit. Kemi përfshirë një pothuajse të gjithë trupën e teatrit Anonza Koçajupi, edhe aktorë të tjerë që janë të ftuar nga jashtë teatrit, siç është Xheni Fama që vjen nga Durrësi. Mendoj që kemi një projekt serioz, edhe projekt Arctus, është komedi dhe besoj që do të qeshet shumë, por edhe do të mendohet shumë për atë që ndodh në skenë. Demos pritet të ngjitet në skenën e teatrit Anonza Koçajupi në datën 30 korrik, duke i ofruar publikut një vepër klasike me mesazhe që mbeten aktuale edhe sot.